Gentian Gojani njihet si një nga këngëtarët e preferuar për dasma dhe ahengje familjare në Kosovë dhe diaspor po ashtu. Pal aftësisë së tij për të krijuar atmosferë të gjallë dhe për të mbajtur publikun të angazhuar gjatë gjithë mbrëmjes, me këngë popullore, balada dhe valle tradicionale, ai arrin të përshtatet me çdo shije muzikore dhe jap dasmës një energji unike. Kam qenë nëpër dasma ku ka kënduar Gentiani. Atmosfera flak. Zëri i tij i fuqishëm dhe mënyra natyrshme interpretimit e bëjnë të veçantë këngëtarin gjakovar. Dhe kur flasim me këta këngëtarë gjakovar, ju sigurisht se keni me prit tash unë kam ja kërku Zambakun apo diçka të tillë me këndu. Por jo Gentian, po du me nis me një balad sepse këndon shumë bukur baladat dhe para se me shku në bisedë, shkoj me pak muzikë. Sundimtare në dashurisë, nëse mundesh më na e këndu. Patjetër që po, është një këngë që e kom dash tepër, po për çudi live nuk e kemi bë shumë rrallë. E kemi bën fillim kur vetëm e kemi editu, po pastaj live nuk kemi bë. Po provoj. Po shpresoj që s'kom harru. Jeti sundimtare dashuris, ti e botë zemrës time e lumtunis. E di sundimtare dashuris, ti e forcë zemrës time e lumturis. Tekstin pak ja përshtata se së ndohët që bashkë shtot. Po, si dhe që tjetë, është, po, ka, ndoshta ma shumë se 10 vite nëse s'gaboj. Por është një prej atyre këngëve që është mirë prit shumë dhe sikur në balada le të themi ke shpërthyer sepse ke dhënë një emocion të jashtëzakonshëm. I du balada tepër, e kanë një ndjesi të mirë edhe në momentin e interpretimit në studio, po edhe në momentin që njerëzit e dëgjojnë sepse ka shumë raste kur ndjeshmëria e njerëzve kërkon gjatë ditës spaku, është një moment që kërkon një dëgjuj balad, jo vetëm këngë ritmike ose në këngë gjallë ose patriotike ose shka të qoftë tjetër. Dita është laramani në emocionet e njerëzve, kështu që edhe secili njeri e ka kaj moment që dënë mi dëgjuj balad. Ajo është shumë një këngë e mirë, ka shumë vite që është bo, e falenderoj pafundësisht Ardian Kastratin që e ka sjell atë komponim atë orkestrim, po edhe mikun tim të feminis Abin që e ka boj tekst mrekullueshëm, edhe momentin që i kom thonë Abit më bë një tekst për atë këngë, i kom thonë me gjetë diçka në i fjalë të veçantë që ata bojmë edhe titull të këngës. Ma bukur se sundimtare dashurisë. Nuk ka, dhe sigurisht është prit shumë mirë, më kujtohet ka qenë një prej këngëve të preferuara të Gentianit, por jo vetëm. Ti vajzë e bukur. Po. Aja ke kushtuar Venerës ajo? Sepse gjithmonë pyeten këngëtarët nëse i kushtojnë këngë. Sigurisht se ju këndoni shumë dhe krijoni shumë, por ndonjë prej tyre do të më qenë. 99% këngëve që i këndojnë këngëtarët s'ka të bëjë asgjë me jetën familjare, këta në ta merr vesh publiku një herë për gjithmonë. Ka raste kur ne këngëtar ja kushton prindit vet që kanë ndru jetë ose diçka tjetër, po janë raste të rralla. Kështu që as kjo nuk është që i kam kushtu momentin që i kushtoj bashkëshortes time diçka ja thon privat, ja kënoj privat. Okay. Kështu që nuk e bëj publik asnjëherë. Ti vajzë e bukur, edhe kjo është një tekst jo me ide timen, edhe ato e ka pas bu Abi në atë kohë. Një komponim i Florian Boshnjakut, orkestrimi i Florian Boshnjakut, edhe mas pari do të falenderoj shumë që më shtinen këto kujtime këtyre këngëve se secila ka një historinë veti, edhe asnjëherë në për intervista nuk më ka pyet kërkosh për këto këngë të kalunet, kështu që mua më intereson krijimtaria jote, sepse ne e dimë që Gentiani dasmave këndon edhe këngë të cilat këndon prej këngëtarëve të tjerë, këngë të vjetra qytetare, të cilat janë të krijuara. Zakonisht këngë të dasmave, por edhe kjo krijimtaria personale është shumë e rëndësishme që të diskutohet dhe të vihet në pa. Prandaj po më intereson këto këngët. Është një pasaportë e secilit këngëtar, secilit krijues, kështu që po të falenderoj shumë Polina. Është e bukur kjo. Ti vajzë e bukur, ka qenë një këngë që e kum sjell më një herë pas shkëputjes me grupin TNT.
Po. Edhe ka qenë një frymë pavarësisht një tingëllim si e grupit TNT, sepse momentin që porosita te Florenti tha e ka ditë sa do pak stilin prej këngëve të kalunës që kemi pas me TNT edhe e ka bën atë frymë. Përndryshe ka bën një këngë tepër të bukur që shumë muzikantë që kanë dhënë atë kohë e kanë pëlqyer tepër. E bukur kjo edhe shumë të tjera të cilat janë krijuar nga Gentiani. Gentian e di që vera për ty është shumë e nxehtë. Shumë e nxehtë në të gjitha kuptimet, sepse përveç temperaturave të larta që përjetojmë të gjithë, e ke një angazhim të jashtëzakonshëm. Vera është koha kur ju punoni më shumë. Ti si është vera? Po vera është shumë ngrakune, si çdo verë tjetër, është mjaft e lodhshme, po pa punë nuk mundesh me. Jo, edhe jeta nuk është interesant pa punë. Kështu që na presim gjithmonë me kënaqësi. E kemi si presion pak psikologjik në fillim sezonit, për shkak se kur i shet datat dhe gjithmonë e ki atë pikpyetje në veten tona, a kemi ja dal. Edhe pse di sigurt që kemi ja dal, po prapë është ajo frika që pas 3-4 dasmave, 5 dasmave të para, kalohet edhe pastaj ja 2 vjet më smet nal, tuknu për natë nuk e kia detmo. Çka është e rëndësishme në një dasëm? Sepse kur shkoni në një dasëm, e kam thënë edhe më herët këtu, jeni përgjegjës për komplet atmosferën. Është këngëtarja i Chelsea që o e ndezi ose ndezi. Shumë e vërtet. Nuk është gjithçka veç me kënu me një dasëm. Momentin që qosh me një dasëm, ju thonë mi Roma Mustafirve, e ki obligim çdo detaj më marrë dhe thjesht mi organizua dasëm. 70-80% dasmorëve që organizojnë dasmën, familjarëve nuk janë ngjarje me ecurinë e një dasme. Edhe që jep sugjerime me bë kështu me bë ashtu, kur gjë nuk kushton. Përveç asaj është e rëndësishme thjesht momentin që e prezanton një dasëm me ditë mi ftu, mi respektu me stafert, me ditë kur ka kohën çifti me ksy, kur ka kohën me ul, kur kanë kohën miqt, që një pjesë e rëndësishme një dasme që shumë i harrojnë, sepse edhe ata kanë gëzim sikur ka djalet apo martojnë vajzën e tyre, domethënë me ditë mi respektu më të vjetrit, sidomos ata të afërt familjes, për shembull gjyshën e dhondrit që po marton nipin edhe ka mrimi mi martu nipin ose mesën, me ditë edhe ata mi respektu, me ditë mi përmend, me ditë mi afru afër, janë shumë detaje që e bojnë një këngëtar më të përgatitën, edhe nuk është gjithçka veç me dal me kënu. Sigurisht. Nuk do më thonë edhe me dal me kënu edhe me najt statik, mes me pas busqeshje, duhet do më thonë në çdo aspekt. Një është mirë dush me busqesh, për që ata edhe na thojnë artist që shumë raste mu nuk keshët, po keshi që njerëz dojnë me pa, njerëz që nërë më knaq, dojnë me pa diçka mirë edhe, normal, mi jap maksimumin, që ato parë që i merë, mi marë halal, edhe me zonë dasma tjera, mi o pëlqy njerëzve. Regom, a ka ndodhur diçka jashtëzakonshme në ndonjë dasëm, se kemi shumë histori të llojit, si ndonjëherë ka ndodhur me na urzu nusja, ose ka ndodhur me na urzu torteja, ose të tilla. Po, jo më urzu nusja, po o koni një dasëm për zëran që për fat nuk urzu nusja, po shkallëve të artë poshtë, edhe i rshiti koma, po fati u majt për hekurin që ishte aty afër, edhe qaj ka qenë një moment që këtë dasmort kanë bo edhe a i zo jehoj se këtë e patën sytë ka nusja, po për fat nuk urzu. E bukur kjo, falë zotit, sepse unë fillova me pasikletar. Po qatë se cila nusë që ata më nënë. Interesant është njeri më nënë gjithmonë më të keqen, kur më të mirën. Po duhet me menu kontra. Duhet me menu sa bukur po duken dhe se si po shkëlqejnë. E vërtet. Po kthehemi te muzika. Së fundmi keni lancuar një këngë në bashkëpunim me Shkëlqenje Tishjen. Se ju kujtu me bë këngë për dajën? Ishe me një darsëm ku dhondrit që martu
nuk e kishte babën e tij. Kishte vdek shumë i vogël kur kishte qenë, edhe u rrit të daja. Ai kishte dajën e vet, edhe bab, edhe daj, edhe agj, edhe gjysh, edhe gjithçka kishte dajën e vet. Për fillimit darsmës, kongën e dajës, ne kongë dajës, këno dajët, na kemi një kongë që kënojmë, është Omër Daja, Daja i madh, është kongë e vjetër Shqipnis, po aty përmendën edhe halla, teze, agja, gjithë. Ama me dajën fillon. Ai kërkon të një kongë, thekë jo, vish gjomane e vish dajës, edhe e nisa me improvizu. Vetë e kena që aftësi, që me improvizu dishka. Që të më lindi ideja, me boj kongë për dajën, se pash që s'ka. A për në kënon pak dajën? Po. Prej kur dita bon me zbardh, e unë zgjohem në mëngjes, s'ka ma mirë se kafja e par, e unë i pin po e pres, për me ndruna i muhabet, me zdita sa ma mar, da jam pret qysh di vet, ah bre daj ma i miri daj, ah bre daj ma i miri daj. Shoqnia don marifet, gjithë e di me kem provu, bash me nipin tam, muhabeti s'ka t'maru. Shoqnia don marifet, gjithë e di me kem provu, bash me dajen tam, muhabeti s'ka t'maru. Unë në fakt tash po përlot në pak, sepse historia e këngës po më bën me dash ma shumë këngën, sepse mirënjohja që pas ka ky nipi për dajën që e ka rit, është e jashtëzakonshme Gentiana, dhe sigurisht po jep shumë emocion këngës. Më falni mu tash për drivje të zërit këtu. E ki me plot drejta, pa mrak. Është emocioni që një njeri normal e ndjen, edhe për dikon të ujnë, lemo dikon që e ki pas nga afër, e ki taku emocionet e ti me i darsëm. Fix. E bukur shumë, sepse sot me të vërtet ka humb mirënjohja ndaj gjithë atyre të cilët ndoshta kanë bërë shumë për të tjerët, dhe të shohësh raste të tilla është e jashtëzakonshme. Ne po shkojmë me pak muzikë të cilën e përzidh Leo këtu, e pastaj po rikthehemi përsëri, por para se të shkojmë tutje, dua të bëj një falënderim për mbështetjen ndaj këtij podcastit për Spitalin Fatimi, i cili gjendet në Çaklavic, aty ku mund të merrni shërbime të ndryshme mjekësore, që nga ginekologjia me infertilitet, pediatria, neonatologjia, kirurgjia torakale, kirurgjia e fëmijëve, laboratori emër i dëshmuar ndër vite, dhe shumë shërbime tjera të cilat po i klikuat në rrjetet sociale, ju sigurisht se do të merrni më shumë informacione, sepse aty mund të shihni emrat më të dëshmuar të fushave të ndryshme të mjekësisë në gjithë vendin. Pak muzikë për kthehemi përsëri, sepse Gentiani na emocionoi. Jemi përsëri këtu me Gentian Gojani, këngëtarin gjakovari, i cili tashmë është bërë emër, është bërë i kërkuar, sepse është prej atyre këngëtarëve i cili e bën dasmën. Kur themi e bën dasmën, e bën atmosferën, i jap zemër dhe shpirt, një ngjarje të jashtëzakonshme dhe të rëndësishme që njerëzit e mbajnë kujtim për gjithë jetën. Prandaj është kaq e rëndësishme edhe kjo çështja e këngëtarit në dasëm për zgjedhja dhe të tjera. Dhe kur kthehemi Gentian, para se të kaloj te dasma, dua të ndalim pak te fakti që je gjakovar dhe nuk njani këngëtar gjakovar që nuk i kënon Gjakovës. Madje ti e ke vënë një këngë për Gjakovën. Thot a Gjakov sa më ka marrë malli, kam përshtypjen apo? Po, që ashtu të është tekst. Se vlla Gjakovar që jetoni në Prishtina, kretve i merr malli për Gjakovën. E Gjakova një orë 10 minuta larg. Po, a diqysh nuk është ka dhe këngëtar tjerë për shembull, Dani ka kënu pes. Shumë normal. Dani e ton pe, pavarësisht. Ka kongë edhe për Prizrenin, ka kongë edhe për secilin qytet. Po kur flasim për Gjakovën, disi sikur e keni një lidhje shumë të madhe emocionale të gjithë këngëtarët gjakovar, po them. Patjetër që po. Unë jetoj në Prishtinë që 18 vite, po Fikse nuk e ke ndru? Jo, as pak. Jo se e kom 18 vite. E kom kontaktin këtë kohën, edhe ndodh ka një herë 3 herë njaf, shkoj kryj punë në Gjakov, kthena thjesht. Unë jetoj në këtë Kosovë, nuk muj më thonë që jem ka të jetoj në Prishtinë, se jem këtë kohën lëvizje.
kemi dashni të madhe për qytetin tonë, mu shpesh merr malli mu kthy me jetu aty, se për më shku mi pa me najt në çdo cep nuk është ai problem. Po merr malli me jetu aty, po për shkak të profesionit që kam, gjithçysh është më mirë me jetu në Prishtinë. A të shkoj pak me Gjaqov, sa më ka marrë malli. Po patjetër. Kur të na mundon mërzia, malli na qon te shtëpia, te shpia ku jena rrit, ku e kem kalu çdo dit. Në për rrugë të qashis vogël, tu ju ngjit nalt për qabrat, të shotysin plam të dorës, edhe pse nuk të kam gat. A Gjaqov sa më merë malli, se qysh moti jam gurbet, një kur tonin kujtësja fali, t'kam në zemër amanet. A Gjaqov sa më merë malli, se qysh moti jam gurbet, një kur tonin kujtësja fali, t'kam në zemër amanet. I jashtëzakonshëm Gentian. Faleminderit shumë. Kjo është shumë interesant se miq që i kam në rrjetet sociale, shumë disa prej tyre janë Gjakovar, edhe shumë prej tyre janë jashtë, në Amerikë, Kanadë, në për Evropë, kudo. Edhe shumë shpesh e kum pa atë mallin që shprehin në rrjetet sociale. Që aty edhe ka lind ideja që mi bo, se kjo konga tepër i dedikohet gërbeçarëve Gjakovar, që nuk mujnë marrë bashkë qatë shpesh edhe kur dojnë më shku në Gjakov. Edhe thjesht u bo për ata më. E bukur kjo, e bukur në kuptimin asaj që të lihet trashëgimi edhe për dashninë e madhe që keni ndaj qytetit, sepse ne gjithë e dim që Gjakova është vend i vlerave, sado që shumë shpesh bëj shaka dhe them se me spezë Gjakovës të mbetet. Me spezë Gjakovës të deçani. Por gjithmonë mbetet kjo brenda shakos, sepse ne jemi një. Ke marrë pjesë edhe në festivale, shumë si më i ri. Ke qenë goxha favoriti i publikut. E mbaj me në një festival, nuk e di sakt në të cilin, por e di që publikut ka kthyer mbrapsht për me e këndu këngën edhe një herë, nga duar trokitjet e shumta që ke marrë. Do thotë ke qenë i kërkuar dhe i pëlqyer qysh në moshë të hershme. Si kanë qenë ato fillimet e tua? Kanë qenë mjaft interesante, edhe thjesht kur i mendoj tash më dokën shumë çudi, sepse unë kam qenë këngëtar që kam pas mendën direkt vetëm festivale. Edhe tash po bëhen prej vitit 2008 që kam marr pjesë herën e fundit me festival, më nuk kam marr pjesë askund. Ka qenë atë kohë Polifest. Në vitin 2005 edhe fitova vendin e parë, ka qenë festivali vetëm në Kosovë që u majt, edhe aty fitova vendin e parë. Një këngë që u thërke ka përdi, edhe kej tekst interesant që dua ta falenderoj pafundësisht Albion Muhaxhirin për tekstet i ke bo me Albion Muhaxhirin? Jo, s'jën krejt. Për shembull ai kënga Dajës nuk e ka bo Albioni, ka bo Shkëlqim Raci, edhe këngën e Gjakovës e ka bo tjetër kush. Këtu sigur po më O lidhen. Ka qenë një tekst interesant, edhe thjesht i titulli interesant. Një këngë tepër e bukur, aty fitova vendin e parë, pastaj në vitin 2006 isha në këngën magjike që shkova edhe në finale. Nuk e di tash që ka kënga magjike, sistemin e ka ndryshu plotësisht, po në atë kohë kanë marrë pjesë diku rreth 32 këngëtar. Pastaj e eliminejke gjysën, mbetëshin 16, edhe e bëjke finalen me 10 këngëtar. Edhe aty me votat publikut hyna në 10 më të mirë, që ishin të gjithë emna ekstrem të njohur në atë kohë në shqiptari kudo. Ajo ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë për mua, sepse unë në atë kohë isha i panjohur edhe në Kosovë, se mos flas në Shqipëri, se në Shqipëri ndoshta edhe tash nuk o që më njohin aq, po isha i panjohur edhe në Kosovë, njefshin në qytetin tim të lindjes aty sa do kudo, edhe jo të gjithë edhe aty. Po në atë kohë
hyra në finale në këngën magjike që ishte diçka shumë e madhe për mu. Pastaj mora ko marr pjesën në Nota Fest në Maqedoni, kështu më radhë, po Jo më këtë të futa në këto ujra, sepse ideja e gjithë kësaj bisede është të shihet një lloj krijimtarie personale që e ke bërë si artist, kundrejt asaj që gjithmonë Gentiani vjen në shprehje me këngët e dasmave, me këngët popullore, prandaj që të flasim edhe për atë, për pjesëmarrjen dhe sukseset nëpër festivale, sepse këto qartazi tregojnë dashurinë e publikut për një këngëtar, kur vetohet dhe shkon deri në finale në një festival si Kënga Magjike, sigurisht se është sukses i madh. Janë edhe këngë tjera të cilat kur flas për ty Gentian them i këndon ëmbël. Por ëmbël. 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 Ëmbël baklava. Po. Edhe kjo është një këngë e bukur, edhe një realizim i mirë, një videospot i mirë. Shumë e mirë. Është e pëlqyer. Këtë spiceki tek Shrusin. Ardian Kastrati e ka bo këtë komponim me këtë orkestrim. Është super këngë. Edhe realizuar ndoshta i ka 5 vite, jo më shumë. E kemi bërë edhe një videoklip tepër të mirë. Shumë i bukur. Tepër të bukur në Kotor të Malit Zi. Gjithçka ka qenë perfekt. Deri në fund që është realizuar, gjithçka ka qenë perfekt, kështu që i falenderoj gjithë bashkëpunëtorët për atë këngë. A e këndojmë pak sepse ndoshta publiku t'ja rikthejmë në mendje, por unë kam përshtypjen që kërkohet edhe në dasma. Po, unë e këndoj shumë shpesh. Edhe disi sikur mund t'i referohet nusës që është duke kërcyer aty, është ëmbël baklava. Ma mirë të rish në shpi, muhabeti del qarshi, sa po pragun e kalon, bota e kupton. Hapa sapi del qytet, dalet koha ndalen krejt, je magnet për çdo shikim, edhe synitim. Oje, ëmbël baklava, për ty shkrihet një dynja, ti moj gos plot lezet, bremuq me ka gjet. Je, ëmbël baklava, për ty shkrihet një dynja, për ty gos kam ranë se vda. Jashtëzakonshëm dhe definitivisht energji shumë e bukur Gentian, që sigurisht kjo shpërndahet edhe te të ftuarit dhe të gjithë ata të cilët janë pjesë e eventeve ku ju këndoni. Po du me u kthy në një element veçantë, që unë besoj shumë i veçantë për ju, të cilën unë e kam pa live, momenti kur jeni martu. Ju keni hyrë në sallën e dasmës duke kënduar, performuar live bashkë me bashkëshortën tuaj që nuk është këngëtare. Po. Dhe nga guximi i asaj fillimisht dhe juaji, sepse unë për vete isha friksu, por ka qenë jashtëzakonshme, performancë shumë e bukur dhe shumë e talentuar, tash nuk e di pse nuk vazhdoni diçka bashkë. Nga dashnia tepërt që e ka pas për mua nuk ma ka prish shefin, se përndryshe një vajzë e ka problem vetëm me hyrë ndarsëm, me qenë vetëm nusja. Mi bot 2 role, edhe nusja dhe këngëtare është shumë problem. Po nuk ma ka prish shefin, unë e normal që a ide më ka lind shpesh në makinë kur kemi qenë të udhëtu, kemi një muzike ku një që ka vesh absolut për muzike dhe gjithçka është e rëndësishme për dikon, mi shti pak me kënu është intonimi. Në momentin që dikush intonohet, nuk ka rëndësia ka zot bukur, s'ka zot bukur, absolut. Po, edhe nuk e kom një zot keq tek ajo. Jo, ka që shumë e bukur, prandaj po them, po befasohem, sepse guximi pastaj dhe të tjerat. Ideja më lindi s'pari vetë që me hi, me nusën bashk, edhe mi kënu një kongën e martesës. Po, atër thash pëse më s'ta përvojnë bashk, e bom studio, nuk është kongë që është dalë, absolut nuk është publiku as kur gjo, thjesht e kemi bo, është kongë e dëgjune. Sigurisht. Po si cover kështu nuk është që kemi postu në YouTube. Ka qenë bukur dhe ka qenë veçantë. Unë nuk kam po ndonjë çift. Edhe hyrja nuk kemi hyrë bashkë, po kemi hi njëri në anën tjetër, njëri në anën tjetër. E mojnë mend që më hyp në për mia 4 garbica të birrave në alt me dal, sepse forma e restoranit që ishte kadera e hyrjes, edhe unë ka dola në atë anën, ishte e vetë një zgjidhje, ishte vetëm një zgjidhje. Ose me hi unë në 7 sahati,
një orë para se marrë mustafirt, edhe me mbet aty deri në 9:30 kur hyn te çifti. 2 orë gjysmë me mbet aty për shkak me dal. Ose ishte zgjidhja tjetër, nga mrapa, nga parkingi, me hyp në shkallë, me hyp në alt, ku hypi në alt, në 4 gajbica të birrave edhe me dal me një zhveshtore që dilte nusja zakonisht ose që ndroheshin rroba që ndroheshin gratë ose diçka tjetër. Edhe e vetmja zgjidhje ke unë me hyp çato shkallë në përgajbicat birrave në 9:15 që më pas rëzu i shprish darsma komplet, ish du të më shkuj herë në spital. Ko është Andri? Po dhondri spital. Por ka qenë sigurisht dasëm e veçantë dhe i keni dhënë energji shumë të bukur. Tash po du me u lidh ajo se si hyn çiftet në sallë dhe janë forma të ndryshme, njëra prej të cilave ka qenë shumë e veçantë edhe dasma juaj, por tani që shihni ju, cilat janë kërkesat më të mëdha? Tash më po shohim hyrje me këngë në anglisht, në gjuhë të ndryshme, ose me këngët popullore që për mua janë favorite të tjera. Çka kërkohet më shumë? Janë të ndryshme, çdo natë ndryshe. Çdo natë ndryshe. Për shembull, javën e kaluar, jo tha, as e kontra mos më shoh. Kena thirr ty me knu, ka shka dush. Shka të dëzeme. Për shembull, mbram ishim darsëm, ishte një këngë anglisht të hyrë se Lloj, po si të që tjetën, janë kërkesat e tyre, dëshirat e tyre, na mundohemi plotësu shka dhe që të kanë qef. Cila është kënga që në çdo dasëm këndohet? Në cilën ti e din që keme shku edhe gjithësysh? Kemi kënu gjithësysh. Keme kënu gjithësysh atë këngë. Po, është Napoleoni për shembull, kush se Napoleoni nusja me Gjithëndrin, është një këngë që s'ki ku ik, është thjesht një ndër këngët më të bukura të Shqipërisë mesme, të krijuar për çiftin që po martohet. Dikush që nuk e këndon atë këngë, për mua bën gabim, sepse është tepër e bukur, tepër e mirë. Po, muj me thonë që ka shumë, bon vaki janë një qënë këngë që kënohen për çdo darsëm. Për çdo darsëm. Se nuk i ka ik. Po, sigurisht. Sigurisht. Është mirë mbroma i Zotit shtëpisë. Kjo mirë mbroma i Zotit shtëpisë ja jep një energji të veçantë Gentioni. Hajde pak. Mirë mbroma i Zotit shtëpisë. Mirë mbroma i Zotit shtëpisë. A ke buk, oh me na dhone. A ke buk, oh me na dhone. Sa ka deti ujerane. Gzime paqit, ju gjithmone. E tjera. E bukur shumë. Gentian, po më intereson me të pyet edhe diçka, e di që je bab i 2 fëmijëve dhe po du me nda tash edhe me dëgjuesit dhe gjithë ata të cilët na shohin edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, një diçka interesante. I thash Gentiani, ta mundesh me marr kitarën me vete, thash ndoshta mundesh me performu diçka, tha jo, tha se 2 tela, tha. Nuk i ka kitara. Po çtash vonë para disa dite, zakonisht nuk bëja si gabime, po e morra gitarën me provu diçka, edhe e lash për mi shtratin në dhomë të fjetës timen. Djali vogël u shku ato që janë qelësat për akordim. Ato zakonisht mund është me liru telin edhe mund është me shtrëngu. Ai për fat keq e ka shtrëngu dhe në fund deri sa ka kaput. Po fati që sa din edhe mu gjujt ftyrës edhe kjo është e rëndësishme që nuk është mjaft e rrezikshme. Vetëm se më duk shumë gjysharake kur ta tha nuk më marr ta kitarën, tha se ja ka kaput djali tjetër. 2 telat e fundit, fshi ka pas atë në skajt 2 aty ka shtrëngu dhe në fund. Po merr çudi edhe i thesha se tash i ka 3 vjetë, 4 muaj edhe kupton mirë, thash kur kpute njonin. Edhe më ngojke se në faj, kur kpute njonin. Pse kpute edhe apo çeve kpute? Pse kpute edhe tjetrën? Ç'to s'e kuptoj ti? Po, më këshyr. Pa unë shtrëngova 2 atë për heri. me 2 durë, pak e va, desa ka hap 2. Me idenë që ka dalë se dam ju bo për një herë s'ko pas ko me mendu. Po. Se unë qadas nuk e shtisha në tru qysh e ka kput njonin edhe tjetrin. Mastaj a im qitin rrugë që pas ka të bo 2 atë për heri.
zot e bukur kjo. Sigurisht janë të gjitha këto sherrat e ëmbla të cilat na i bëjnë fëmijët, sepse jo rrallë na ka ndodhur edhe neve gazetarëve çojmë të postuar diçka që nuk të duhet të ishte. Po, une thjesht ndoshta bona nervoz 10 sekonda, po pastaj më vjen edhe lezet edhe është i kujtim që unë kam i majtë këtë jetën. Po bukur. Çaj sherrë i vogël. Ka dhe sherrë probleme tjera që i bojnë që ndoshta s'm pëlqejnë moment, po prap është e ka kënaqësinë vet. Është prindërimi dhe kur po flasim për prindërimin, çush je me pushimet verore me fëmijët edhe mandej me dasmat. Une koordinimin e kam tepër të mirë që shumë vite, edhe para se më bu bab. Shkoj në pushim në fillim sezonës, për shembull unë vetëm e kam kry pushimin e parë, edhe pastaj shkoj në fund sezonës, dikun shtator, edhe pse shpesh më ndodh gjatë shtatorit mes me pas 8 ditë ose 9 pushim, sepse vikendet i kam në zonë, prem të shtunit i kam në zonë të gjitha, edhe më duhet më shku 4 ditë hone ejte, pastaj më shku hone të ejte në arshme, tash problem edhe me shkolla se për më bjen edhe mi u hup fëmijëve shkollat, edhe tash u do të mi u hup ja 3 ditë djalit madh, që mësuesja na mirë kuptoj shumë, po e din edhe ajo që unë kam problem me shku në korrek edhe në ngushtë në pushim, kështu që e vetmja zgjidhja është më shku fillim qershorit edhe në gjysmën e shtatorit. Por që sigurisht është edhe kjo pjesa e prindërimit që pa marrë parasysh profesioneve që kemi, angazhimeve që kemi, jemi aty dhe Gentiani e jep një shembull shumë të mirë të qenurit i pranishëm si bab, që është bukur për të diskutuar dhe për të promovuar, sepse ti din Gentian që unë në vazhdimsi e promovoj rolin e babës në rritjen e edukimin e fëmijëve. Kështu që të qenurit aty i pranishëm është shumë e bukur dhe të komplimentoj, sepse shoh shumë shpesh në rrjetet sociale teksa mirësh me fëmijët. Faleminderit shumë. Është kënaqësi shumë e madhe mu marrë me fëmijët. Është kënaqësi shumë e madhe me flejt me fëmijët natën. Nuk do më thonë kur të është beba vogël që du të me flejt vish gruja. Ti nëse mas pari bëne për minimu grus, në ndë bëne me një kënaqësi vetë. Ku ka ma lezet se mu që me kajt natën? Edhe ti mi përqaf, mi andru pelenën, çka bëhet, çka të ndodh? Absolut të ndodh kur gjë. Kënaqësi tepër madhe. Fëmijët e mi nuk e kanë pas fatin që me qenë, çush më thonë, me qenë në gjithënje bashkëshortja ime, kështu që e kom pas më të lehtë se mi bënte gati 2-3 shishe se na cus lajtojmë gjako. Mi bënte gati edhe me ai sigurt, i shënërëm vetke, ai sigurt, edhe në djalin e parë, edhe në djalin e dytë. Po omar se përdu mi përjetu qatë kënaqësi. Mu qu natën, mu qu me njës herët, mu qu 5 herë natën, mi andru pampersin, edhe nuk... Ti është që ato kujtimi... Ja, ku është Gentiani, ku gjë s'ka ndodhë, burat. Ja, ku gjë s'ka ndodhë, edhe si ndodhë as njonit. Ti është përdu mu rritë fëmit në përdurët e mija. Njëjtësit në durët e bashortës edhe në përdurët e mija. Nona, nuk mundu shmi zavëncu. Sot me vetë 2 fëmijët e me, edhe të madhen edhe të voglin, kanë do ma shumë 2 thojnë mamën, nuk thot kërkush babën, edhe pse më angazhu 1,000,000%, cilin e do ma te për mamën, thojnë 2, që në sinqert, nuk ka nevoj me thonë 2, cilin ma shumë mamën e dojnë. Dush me bo dhe një vajzë Gentian, se thonë vajza lidhe me babën. Vajza thot babën. Jo, si vajza, si djali, me nëjtë që nona është nona, nuk ka zavëncim. Po, une e kom pas qatë dëshirë që thjesht mu rrit edhe në përdurët e mija. Kjo është shumë e bukur dhe është një mesazh i jashtëzakonshëm që unë gjithmonë mundohem me nxjerr këtu me kas nga njerëzit të cilët i kam të ftuar qëllimisht në mënyrë që të jetë edhe edukative për masën dhe për të gjithë ata që na dëgjojnë dhe na shohin, për shkak se është më rëndësishëm që ta promovojnë këtë prindërimin e përbashkët. Gentian, për fund, me një mesazh, por edhe me një këngë që ty të flan më shumë ti në shpirt, që ti thu, oh po, kjo është kënga jeme, kjo ma kënaq zemrën. Unë nuk e di cila është ajo, po du me e marr vesh. Fustani me pika, sa jetë paska. Fustani me pika,
sa jetë paska, o ngreje pa kapelen moj nefi, sa të shose plasa, ngreje pa kapelen nefi, sa të shose plasa, dy sahatit natës, të erdha ke porta, dy sahatit natës nefi, oh të erdha ke porta, oh zonin tani gjova, thoshe pom dhe m'koka, zonin tani gjova nefi, thoshe pom dhe m'koka. I madje. Faleminderit shumë, është një këngë që e pëlqej tepër edhe e kënoj. Kudo që kënoj live pa e gjetë momentin, nuk e harroj asnjëherë, sepse më pëlqen mua. E bukur shumë. Po është këngë që i pëlqejnë gjithë. Dhe sigurisht është e kënduar bukur. Gentian, faleminderit shumë. Nëse ke diçka përmeshtu, ishte një kënaqësi jashtëzakonshme sepse unë kur flas me këngëtar dhe i kam këtu të ftuar, nuk i kam për të bërë vetëm muhabet le të themi në këtë kuptim, por i kam edhe për të kënduar, sepse ju jeni ato perlat e muzikës të cilat ne do duhet t'i veçonim sot në një botë ku muzika është degradu. Dhe në momentin kur muzika është degradu, hajde të flasim edhe të promovojmë, edhe të vendosim në pjatë le të themi, muzikë me vlera. Po, mediat e kanë dorë, dikush mund të më kriju shka dënë, momentin që media nuk e jep hapësinën, ai s'u na bën kur gjë, thjesht nuk mundet një këngë pa vlera mi sjell te publiku. Mundet me postu në YouTube, po media ka dorë, kështu që secila media që e promovon të bukurën, të mirën dhe vlerën, për mua ka respekt veçantë, kështu që edhe juve po duam ju falenderoj që më keni zgjedhur ty Paulina për këtë intervistë më ndryshe. Unë kam intervista shpesh, nuk e thëm jo asnjëherë, po kjo ishte shumë ndryshe, ishte një rikujtim, një sjellje emocionit të krijimtarisë time, aq sa kam festivaleve të këngëve e shumë tjera, kështu që duam të falenderoj pafundësisht. Faleminderit juve. Më të suksese ty dhe Glam Radios, është hera parë që jam musafir në Glam Radios, kam qenë asnjëherë. Ne të presim prap. Po, tash vi për ditë kësaj. Të presim prap, sepse ne sigurisht jemi këtu të hapur gjithmonë për pozitivitet, muzikë të mirë, kemi edhe raste tjera ku do të festojmë ndoshta së bashku. Me shumë qejf. Faleminderit shumë, ishte edhe ky një podcast i kësaj jave me këngëtarin e mirënjohur Gentian Gojani. Mund të dalloni nga theksi që është një gjakovar i përbetuar, por që është prej atyre perlave të muzikës të cilat sjellin muzikë me vlera, sigurisht edhe në parahingjet e juaja familjare, por edhe në krijimet e tij personale. Një falënderim të fundit dua të bëj për Spitalin Fatim që mundson realizimin e këtij emisioni. Spitali Fatim mund ta gjeni në Çaklavic, atje ku mund të merrni të gjitha shërbimet për të cilat keni nevojë, por paraprakisht mund të klikoni në rrjetet sociale për të parë shërbimet që ofron, sepse që nga ginekologjia me infertilitet, pediatria, neonatologjia, kirurgjia torakale, kirurgjia e fëmijëve, laboratoria me dëshmuar ndër vite dhe shumë shërbime tjera japen në këtë institucion gjigant, të cilin mund ta vizitoni dhe sigurisht është me rëndësi që sëmundjet të panëndalohen më mirë se të trajtohen. Mos harroni të na ndjekni në rrjetet tona sociale në Glam Radio, Instagram, Facebook, TikTok dhe sigurisht edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube. Deri javën tjetër, miru takofshim, miru dëgjofshim, sepse unë ju dua shumë.